në protestë ku jo vetëm një lëvizje qytetare, po shikojmë edhe përveç se gazetar, politikan, njerëz të zërit dhe të shkrimeve, por kemi edhe aktor, kemi edhe këngëtar, Jonida Maliqi. Të kam parë që qenë aktive në rrjetet sociale, duket sikur e përkrah një protestë të tillë. Temi këtë lëvizje qytetare apo këtë marshim. Në fakt kam reaguar që ditën e parë ku ndodhi incidenti, mund të them në një farë mënyrë ishte makabër. Përshëndetje, kaloj. Situata me atë djalin që e zvarritën edhe përja saj pastaj sigurisht që edhe unë si gjithë qytetarët kam pak kënaqësitë e mia. Mbi gjitha ne duhet respektohemi nga ai që e kemi votuar ndër vite. Duhet të merret në konsiderat mendimi i popullit dhe mos tregohet arrogant dhe mos përpillje. Unë mendoj që gjithkush prej nesh për sa kohë paguajmë taksat, jemi qytetarë, kemi bërë punën tonë dhe po shikojmë një korrupsion gjithandej. Po shikojmë që po denigrohet figura e vetë popullit. Dhe nëse pretendojmë që të shkojmë në Europë, kjo nuk është forma e popullit. Është e vonuar, mendon, kjo lëvizje, apo mjaftoi ai gjesti për të kuptuar që ne jo vetëm jemi të shpërfillur, po jemi edhe të keq trajtuar? Unë mendoj se ne po vegjetonim dhe jam shumë e lumtur ndaj kam qenë edhe prezente. Që u zgjuam. Sigurisht që mua më ka pëlqyer që ditët e para që ka patur një lloj konsistence kjo lloj proteste, më ka pëlqyer qytetaria. Nuk më pëlqen fakti që ne ndonjëherë duam të tregojmë dhunën ose aty mund të flas do kush do. Mendoj që të gjithë kanë duhet të kenë një arsye konkrete për të thënë mendimin e tyre, por jo për ta kthyer në një antiprotestë. Ka shumë ovacione, është e pamundur në fakt të flasim, sepse duket sikur më mbash dorë, lutem Jonida, edhe për shkak të ovacioneve që nga në shesh. Ja, kjo pjesa e parodisë mua nuk më pëlqen. Po, është parodi, nuk më pëlqen. Fakt, jo, kjo nuk më pëlqen. Një artivor? Nuk duar. Pak është tepër, apo jo? Jo, është mendimi im, vetet mendimi im. Mendoj që qytetaria tregohet në një protestë mirëfill ku njerëzit dalin për drejtat e tyre në mënyrë paqësore dhe tregojnë vërtet civilizim. Po, mesazhet të tilla mbase janë jo, për mua janë tepruara. Edhe pse mund të jenë figurative, mund të jenë në parodi dhe bëhet paksa qesharake dhe humbet kontekstin. Gjithsesi, si do duket pjesëmarrja sot? Pjesëmarrja më pëlqen. Se di. Përsa ku ka njerëz do të thotë që ndjejnë dhe kanë ardhur këtu. Jonida, do vazhdosh të dalësh sërish në protestë? Po, sa herë më çdo mundësia kam dalë më shumë ditë të tjera, sigurisht kam dhe unë jetën time, kam prioritetet e mia që është familja, gjitha gjërat, sa herë më jepet hapësira kohore vi. Okej, mirë Jonida. Në mënyrë paqësore. Të ka shkuar ndonjëherë në mendje të bësh ndonjë këngë? Unë kam bërë një këngë që mendoj ka një kontent të tillë, ktheju tokës, ku deri diku i them gjithë shqiptarëve që të kthehen në vendin e tyre dhe të punojnë për këtë vend. Domethënë ka dhënë kontributin e vet Jonida me këngën e saj, kështu që për të gjithë ju që na ndiqni, klikoni ke Jonida Maliqi, këngën e saj për të kuptuar që jo është gjithçka duhet me forcë. Duhet. Jo gjithçka duhet me forcë, por ka edhe nëpërmjet këngëve dhe teksteve që janë mesazhe shumë bukura. Jonida, faleminderit e dashur. Edhe shpresoj më të mirën për të gjithë na.